çka janë xhamit, për çka duhet të shërbej në të zemrat e ummetit, rehati duhet të gjej. Përveç faljes së namazit, besimtarët gjejnë shoqni, kur imami pas selamit kthen mbrapa kiblës ti. Kthehet me fytyr ka xhamati, adhurimet bashk me i kry. Rënd me rënd i shikon njerëzit, kush mungon pse s'është aty. Kush ka halle, kush ka derte, e kuj duhet me i ndihmu. Kush ka nevoj për mbështetje, s'bashku s'provat me i kalu. Prej xhamive dolën trima, djetare dhe dëshmor, le të dalin tash ndër breza, inxhinjere dhe doktor. Le të dalin doktoresha, pedagoge e shumë çka, që janë shembull për njerëzimin dhe shërbejnë hak për Allah. S'janë xhamit veç për namaz, e veçer dhe le të jenë, le të luajnë më të veçlit, e knatësia ty të gjejnë. Le të mbahen ligjerata në shumë fusha të dinjas, të ndihmohet alegjiu, i qëtë prenga e fukaras. Le të mblidhet krejt xhamati, me imamin krah për krah, të ndihmohet gjithë secili, cili do që halle ka. Le të bëhet vend për motra, le të bëhet vend për fmi, le ta kuptojmë bar njerëzimi, s'ka shërben një xhami. Prej xhamive dolën trima, djetare dhe dëshmor, le të dalin tash ndër breza, inxhinjere dhe doktor. Le të dalin doktoresha, pedagoge e shumë çka, që janë shembull për njerëzimin dhe shërbejnë hak për Allah. Prej xhamive dolën trima, djetare dhe dëshmor, le të dalin tash ndër breza, inxhinjere dhe doktor. Le të dalin doktoresha, pedagoge e shumë çka, që janë shembull për njerëzimin dhe shërbejnë hak për Allah. Selamu alejkum. Aleikum selam. Uroj të jesh mirë i dashur imam, nëse me lejohet sa pyetje i kam, se me zjarë në zemër jam. Urdhëro më thuaj djalosh i mbar, si mund të ndihmoj ta largosh këzjan. Si jetja jam pyetje, si ju i përgjigjet, ende je i vogël, se zemra të digjet. I dashur imam, Po djalosh i A e din çka janë xhamit, për çka duhet të shërbej në të zemrat e ummetit, rehati duhet të gjej. përveç faljes së namazit, besimtarët gjejnë shoqni, kur imami pas selamit kthen mbrapa kiblës. الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Masmori ndërum zëvendës Imam Abdul Besir, i ndërum kryesi, i ndërum ndërsi, i ndërum xhamat, të ndërum prindër, të ndërum fëmijët edhe nxënësa që vërtet juve nxënësa më shumë dhe ju. Sot jemi në një ditë të madhe dhe një ditë kur shënojmë edhe përfundimin e sezonit si besimit për sezonin 2025-2026. Dhe po ashtu, ma shumë se kaq, se sezoni përfundon për krejt, por ma shumë se kaq sot e kemi edhe doan e hapmës që kanë përfundu Kur'an afër 20 talebe për atyre që e këtu. Pasha Zotit, nuk ka diçka më të mirë se se njëri me kanë afër fjalë Zotit. Dhe ju thëmë me sinceritetin në të madh, edhe me fjalë prej zemrës. Nuk e ka thënë Allahu rastisht në Kur'an inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Se na e kena zbrit Kur'anin dhe na e ruajmë ato. Qysh e ruan Zoti Kur'anin? Përmes neve, përmes të talebëve që bëjnë. Pastaj pejgamberi alayhis salam ka thënë khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ka thënë më i miri prej juve është ai i cili mëson Kur'anin vetë ja mëson të tjerë. Dhe alhamdulillah Zoti që kemi fat. Unë edhe hoxha Abdul Besir, ma shumë o marrë me këtë humbe këto gjematet, të ndëruar prindër të ndëruar të gjithë. Alhamdulillah Zotit, edhe si vjetë numri i talebe bashkë afër 100. Dhe nuk janë krejt, prej tyre nuk janë sot këtu. Një xhami që nxjerr nxënës të Kur'anit, ajo xhami është xhami e gjallë. Një shoqëri që rrit fëmijët me Kur'an, nuk është e varfër, edhe nëse nuk ka shumë pasuri. Ajo ka kapitalin shpirtëror, ka shpresë, ka të ardhmen, ka rrajnë. Sot, këta fëmija si fidanët e reja. Nëse i ujisi me dashuri, me dije, me durim dhe me shembull të mirë, nesër do të bahën pemë në hijet e të cilave do të pushojnë familjen, xhamia edhe shoqëria. Por nëse ne i lëm vetëm, nëse ne i përksojmë sot dhe i harojmë nesër, atëherë vëllezër kemi bërë vetëm ceremoni, por s'kemi bo edukim. Prandaj, puna vazhdon, misioni vazhdon dhe mësimi vazhdon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an, se takon ti mërzin kur. Me Kur'an, zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an, se takon ti mërzin kur. Me Kur'an, filo ditën dhe mbaro. O insan, kusht krijoi mos haro. Me Kur'an, kujto Zotin o njeri, se tek aj të gjithë duhet me u kthy.
Me Kur'an, zemra gjen derman. Me Kur'an, çdo sfidë kalon. Me Kur'an, zemra gjen derman. Me Kur'an, çdo sfidë kalon. Me Kur'an, veç I lumtur ti jeto, me iman, jetën të ndes bukuro. Me Kur'an, veç I lumtur ti jeto, me iman, jetën të ndes bukuro. Me Kur'an, fillo ditën dhe mbaro, o insan, kusht krijoi mos haro. Me Kur'an kujto Zotin o njeri, se tek ai të gjithë duhet me u kthy. Me Kur'an, zemra gjen derman. Me Kur'an, çdo sfidë kalon. Me Kur'an